lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat i adhurojmë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjitha ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjatën e radhës për ligjatën e Taravis. Dhe kjo është Taravia, thotë e radhës, ku jemi duke ju afru mesit të Taravive dhe këtë muajt bekuar të Ramazanit. Jemi vetëshëm që Zoti Xheleshanu kur e krijoi njeriu, i ka vendosur mendje, logjikë të shëndosh, i ka vendosur nefs, i ka vendosur epsh. Dhe vazhdimisht njeriu gjatë jetës së përditshme ballafaqohet me epshin, ballafaqohet me nefsin. Mirë Allahu Azza wa Jalla ka dhënë sezone të saktuara në të cilat sezone muslimani arrin ta menaxhojë epshin dhe nefsin e tij. Islami nuk ka ardhur dhe nuk na ka obliguar neve që ta bëjmë të pamundurën, e cila pamundur nuk është njerëzore. Thjesht nuk ka dashur Allahu me na zhvesh nga të qenurit njeri, insan. Përderisa na ka dhënë Zoti epsh, nefs, ai do që nuk bën pa to. Mirë, çka ka kërkuar prej neve Islami? Ka kërkuar prej neve që të mirë menaxhohet epshi edhe nefsi. Dhe është normale gjatë 10 muajve të mos revelu epshin dhe nefsin me marrë kohë tjetër, jo duhur, dhe Allahu e ka ditë që në ndonjë gjë të tillë, për atë arsye ka caktuar një muaj bekuar të Ramazanit që sevapët dhe punët e mira që s'kena pas mundësi mbi kry jashtë Ramazanit për shkak presionit shejtanit, për shkak presionit epshit, për shkak presionit nefsit, Allahu Azza wa Jall na ka mësuar që këto kompenzime t'i bëjmë në Ramazan, qoftë si vepra në fjalë, po qoftë në shërbime edhe sevapë. Nga se një punë që e bën në Ramazan, shpesh e ka vlerën më shumë se puna që duhet gjatë 10 muajve. Menaxhimi i epshit në Ramazan është një çështje e kërkuar fetarisht. Është vërtet që jemi njerëz që u dallojnë këta 5 gishta të dorës, që nuk janë as, do thotë, ballësi me një tjetrin, as nuk janë në sasi dhe trasësi. Kështu edhe njerëzit nuk janë do të njëjtë, janë të ndryshëm. Dikush ka më shumë epsh, dikush ka më pak epsh, dikush është më ndryshe, do të thotë sentimentale, dikush është më i ftohtë. Po thënë Laramani, të cilat Laramani ka ditë me krijuar çaj i cili është i përsosur, i përkryer Allahu Azza wa Jall. Për të arsye, tabarakallahu ahsanul khaliqin, sa krijues i përsosur dhe suprem është Allahu subhanahu wa taala. Andaj prej arsyeve që shpërbimi i agjërimit është i pakufishëm, tha Allahu Azza wa Jall nga se agjëruesi për shkak meje largohet të thotë prej epshit, pra largohet prej gjërave të cilat gjëra do t'i ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Andaj Ramazan të kaluar normalisht ka qenë më vështirë. Do të fillim kur është bërë obligim menaxhimi i epshit, një potash është më lehtë për të menaxhuar për shkak se Allahu ka liruar disa gjëra dhe ka treguar disa mekanizma, të cilat mekanizma na mësojnë neve që të jemi më ndryshe, të jemi më stabil dhe ta mirë menaxhojmë edhe epshin, ta mirë menaxhojmë edhe nefsin gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Menaxhimi i epshit zakonisht bëhet gjatë 2 periudhave. Cilat janë 2 periudha? Periudha e Ramazanit edhe periudha e Haxhit. Allahu Azza wa Jalla el-Hajj ashhurun ma'lumat. Haxhi është kohë caktuar. Faman hajja al-bayta fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Ai cili e ka punë me ky Haxhin, do të thotë që larg fjalëve të këqija dhe do të thotë larg shfrytëse e epshit, po flas nga aspekti halal. Do të gatitet kusht Haxhi me menaxhimin edhe kontrollimin e epshit. Nuk ka kërkuar që një muaj gjatë Haxhit me qenë pengesë që t'i ndalohet, por ka kërkuar se faza edhe periudha caktuar kur nuk lejohet një gjë e tillë. Kështu do të thotë edhe për muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe ka thënë dietarët për ta kontrolluar epshin
mirë menaxhu epshin, Allahu Azza wa Jall ka bërë që Ramazani të jetë muaj, do thotë i shijimit të hurisë, e mos jetë muaj i etjes edhe i ngopjes. Nga se ku është dallimi mes atij që agjon ha dhe pedër mes tjetrit, dallimi ose njëri prej këtyre dyve e llogarit Ramazanin do thotë si muaj i shijimit të hurisë. Dhe njeriu aq më i ngritur, më pak ka epsh. Aq më i ngopur, më shumë ka epsh. E kush ta ka rregulluar këtë termometër? Kush ta ka treguar? Allahu Azza wa Jall. Kjo vlen edhe jashtë Ramazanit. Por Ramazan është do të mundësia më e mirë, më ideale për ta menaxhu epshin do të personal. Për ta thënë Allahu fa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ani edhe pini mos e teproni, do thonë dase Allahu nuk e do ata që e teproni. Andaj agjërimi që ka një element, një ibadet i veçantë, e cilin ndihmon njeriu me arrit knasinë Allahut Azza wa Jall para të dëshirave personale të nefsit dhe qefit dhe ndekjeve të tij. Andaj tash njeriu një farë lufte, është një lloj betejë psiqike. Tash Ramazan apo je përparësi dëshirave personale, qefeve personale apo je përparësi Allahu Azza wa Jall. Nëse agjiron si duhet, e arrin atë gradë, atë nivel që i je përparësi knasisë Allahu Azza wa Jall, para çdo gjë. Me mirë menaxhu epshin në Ramazan, do të ka benefite nga më të ndryshme. Për tyre kanë thënë ulemaja, do thotë është që muslimani kur menaxhon epshin, edhe zemra e tij do thotë qetësohet, nuk e ka atë huti, edhe atë vrrullshmëri që e ka, do thotë gjatë mos menaxhimit të epshit. Por shkak se kanë thënë ulemaja, epshi dhe nefsi, egoja, një farforme e kanë, apo jo të sikurse me pasat instinkt shtator. Nëse tim me menaxhu e ban lidhur, nuk e zhduk tërsisht, ata që kanë ndodh, ata ndodh që e edukon, ndodh që e mëson që vetëm une kur t'jap leje ki më konë aksion, vetëm une kur t'jap leje ki më konë në zhvillim e sipër, une kur të vendosim me të përkur të përkur të bëjë, s'ka mundësi me lërgu. Zorë njëri që Allah ju dërru dhe ka në qenë, ka deri të shpi, ka deri të fush, ka pullesh, ka mëtune, edhe unë qenë edhe kur doja e lishon. Nëse e lishon të qenja është i turgun, bënë dëme. Nëse e maj lirë, nështë a lejë, por dëmi nuk është një malë. Qështë është edhe me puna me nefësin, edhe epshin e njëriu. Nëse e mirë menaxhon, e kontrolon, ka mos i bon presion për nuk ka efekt negativ shumë. Mirë por nëse e lënë të lirë, do të krijon kaos, rëmuj në organizmin e njeriu. E kaosi dhe rëmuja më e dëmshme nga rëmuja, që e bën epshi, është puna e zemrës. E që të huton zemrën, e që orienton zemrën, e huton mendjen, edhe thjesht ky njeri është vetëm mënyrë figurative, është person që agjiron. Jo mënyrë kuptimit të plot fjalës, por vetëm figurisht, apo në formë figurative agjiron. Ky njeri ka mundësi mos mund dënu të Zoti për shkak se do të e ka shkuar Ramazanin, se kalon për mu. Po problemi atë thelbi i agjërimit, edhe atë sevapi që Allah ja ka bashkanit agjërimit, nuk ka mundësi me shiu. Dhe në këto e prej, edhe jashtë Ramazanit, për shembull, që e kemi më vështirë, do thotë puna e epshit, nëse Ramazani është, do thotë më ndryshe. Gjithashtu, ka thënë ulemaja, ai i cili heq dorë nga epshet, edhe nefsit e veta personale e egot në Ramazan, ai ngritet në një gradë më lartë se çka qenë. Dhe ky njeri i farforme edukon trupin e vetë, egon e vetë e edukon në formën më të mirë mundshme. Dhe ky njeri kur jep koha dhe puna me sakrifiku për Allah, e ka më lehtë se tjetri. Më kujtohet rast, njëri prej parëve tonë, selefësarit dietarëve, e ka parë duhe vetë në thëtë popullë duke folë vetë me veti. A i s'ka folë vetë me veti, po folë me nefsin e vetë. Nefsi i përshpërit edhe kje qenë fjale me kujnë e vetë. Edhe ka ndi gruja të dhëmë purin, kjo është ajë që ma ka saktu Zoti për dhru. S'pëlqeu për në me qdojo, kash. Edhe gruja për i ka një të fjallë u shpiti, do bushka i të folë. Do të kom presion.
për epshit, për brenda, edhe për nefsit, edhe për shejtanit, ndoshta me u me di që unë s'kam marrë me dëshirat e tuaja personale. Nga se unë e kom vendos çdo gjë me qenë shërbim të Allahut azza wa jall. Andaj jo gjithkush arrit këtë gradë dhe këtë nivel. E për këta njerëz Allahu azza wa jall inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Allahu i blej shpirtat e besimtarëve pasurinë e tyre në këmbë me xhenetin. Allah e ke mujt epshin e ko nefsin, atër Allahu si shpërlim të jep xhenetin e ti subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allahu azza wa jall në ka buket agjerim si shkolla e edukimit të egos dhe nefsit, për shkak se na dim që ushtimi i veneve të gjokut në përseserat vena lëviz shejtani mallkun, po thot e bën njeriu që ta ketë nefsin dhe epshin ma nivel, po ta ketë në kontrollin e tij, se lëvizja e tepërt e shejtanit në venet e gjokut të njeriut, po thot e bën njeriu që ta humbas drejtësimin, të humbet kontrollin. Allahu azza wa jalla ka bërë agjërimin si element kryesor, apo së thënë shkurt si mburoj për ta menaxhuar epshin. Për ta syë tha pejgamberi sallallahu men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wijaa. Ai cili ka mundësi mu martu, mos ta shtyjë martesën. Falyatazawwaj, mos ta pritë momentin e fundit por të martohet. Kush nuk ka mundësi materiale, shëndetësore po martu, fa alayhi bis-sawm. Tha pejgamberi me këshilloj me dinu, nga sa agjërimi është mburoj, e mbron njeriu nga epshit, nga nefsit dhe nga gjërat e këqija. Andaj dietarët kanë thonë që personi i cili e shijon agjërimin të Ramazanit është personi që ka arritur të menaxhojë epshin. Se i ka thonë trupit vet, nefsit vet, epshit vet që sa që vjen pyetje. Allahu azza wa jall. Feja e Zotit do të vazhdimisht Allahu ka përparësi për ato gjëra. Vazhdimisht do të jemi mbushur. Edhe nuk e kemi atë efektin që e ke pas do thotë ndoshta para Ramazanit. Normalisht agjërimi është mburoj nga gjunohet, nga se njeriu kur është i uritur, edhe kur është i hetur, syri i tij që më herët ka shikuar ma lehtë në haram, në Ramazan e ka më vështirë, apo mundohet me stopu njëri vetën. Pse mundohet? E para është i raskapet, është i lost, edhe normalisht ka menjë të buka dhe të ujë. E dyta ka më në maja. Arina që musi një farforme me menaxhu shikimin, dhe nëse në përpas e jepshin, për shkak se intuita e besimtarit është që vetë me vetë i thotë, por rri 15 orë pa humbur pa pi. Edhe për rrezikoj agjërimin tim, mundin tim, pjesën time me një shikim haram, kjo nuk është në rregull. Kjo është me njëjtësi. Po flas ai cili kalkulon me kondita dhe parime fetare. Ai cili e ka dërë që puna që ka ndërtu 15 orë mos në shkuoq. Na realisht jemi të ndërtu në këtë dunjë. Jemi të ndërtu jo vetëm për këtë botë, shtëpia, po jemi të ndërtu edhe për botën tjetër. Sukur tash një mjeshtër, apo një gru që ka qëndis për para me leka, qapa, trasha, morojshin, e ka qëndis si leke për shemë, 15 orë, e tash, qatë qëndisi që e ka mu, a len ku dojnë ose len, së të mos në ka fëmi za vrak, së mos në ka fëmi të vogli, që ka marë mëshirë, ku ta vetë të sërë dhe zdojnë me mëshirë në ndikin apo, të do t'jafën që e ki qëndis, ku mos me mëshirë dhe në 6 në orë, ku më nuk dhe si ku kanë qabu, pa delë fëmija ma shtë një shmuret, ma tje. A i qenë ma një losë me gjellë. Per ujë se ku mu mundi. A dhe nëse këtë dunja që shtu me i rujë se në tona, tira tona që du të mirujt, ata du të mundu edhe me rujt edhe agjerimin, përman nga gjellë që e një losin ata. Oshtë të vërtet që ushqimi haram është eskalim i epshit normal.
që njeri që ha shumë, do të që egon e ti po është zhvillume, do të thotë jashtë normalës. Edhe e dyta, egon e ti nuk e kanë kontrolin e duhur, edhe këto e dëmton më shumë, kur ushqimi do të bëhet haram. Dhe kjo ushqim kur bëhet haram, do të bëhet sebeb që një farforme me e gulfat zemrën. Edhe ajo zemrën mos me qenë aktive asnjëherë, ose me qenë pasive, së në mos këtë mujtë me mund të Ramazanit. Nuk ka njeri që nuk e do para, nuk ka njeri që nuk e do luksin, po flasë në botë që përjetojmë, nuk ka njeri që nuk synon ma lartë, ma mirë, ma shumë. Edhe kjo është normal sinjal i egos, është një valë i epshi. Edhe kjo ego, kjo epsh, e bo njeriu që me lakmu ka harami, me lakmu ka e huja, me lakmu ka gjërat e cilat, i ka ndalu Allahu Azza wa Jall. Dhe këto gjëra, vinë në për mënyra ndryshme. E para prej metodave dhe mënyra është ngrënia e pasurisë përmes rishfetit, pastaj ngrënia e pasurisë përmes punëve të pandershme. Çfarë lloj punë që është e pandershme? Pastaj ngrënia e pasurisë përmes kamatës. Jo metoda e psharake që nëse nuk kontrollohen dhe me menaxhuan e kalojnë limitin e normalës. Dhe ky njeri, nëse nuk e kontrollon një gjë të tillë, e kalon atë limitin njerëzor e Allah na nuk vjen në limit shtazor. Për të arsye, besimtari duhet të mundu që me e mirë menaxhu epshin e vet në Ramazan, në farforme me e kanalizu edhe me ditë ku e ka limitin, që ku kaloj Ramazani, edhe nëse epshi ka elemente shtytse që me unin gjohë ku aktivizu, dhe të shumë, si që është ushqimi, pijet, luksove që më radhë, atëre, kjo sajdise, kjo gëdhendje, kjo përgatitje e Ramazanit, me lene Allah dhe zëgjët të e lene stabil epshin, edhe nuk e lene me e kalu atë që nuk është, dhe të normale, apo nuk është edhe njëzorin. E lusë me Allah dhe zëgjët që Allah dhe zëgjët në bëjë për atyre që e kontrollojnë vetën në çdo punë, në çdo vend, sidomos në muajin e parë të Ramazanit,